Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një nga produktet më të çmuara të kësaj krijese ëngjëllore siç është bleta, qumështi i bletës, ose Royal Jelly, pra një qumësht mbretëror, një substancë jashtëzakonisht ushqyese që prodhohet nga bletët punëtore për ushqimin e mbretëreshave të ardhshme të saj. Le të theksojmë një fakt. Nëse në një hoj blete prishim 6 gjashkënsha që rrethojnë njërin prej tyre, atëherë bleta në mënyrë instinktive këtë kuadrat të veçantë, këtë çibuk le ta quajmë në gjuhën e bletëricëve, e mbush me një lloj xheli të veçantë, atë që është Royal Gel ose qumshti mbretëror, qumshti i mbretëreshës. Dhe nëna mbretëresh aty vendos një larvë e cila kjo projektohet si mbretëresha e ardhshme. Ndërsa bletët e tjera punëtore, ato larvat lundrojnë në një produkt tjetër, po shumë të parafërt me këtë. Kjo mbretëresh jeton deri në 6 vjet, ndërsa bletët e tjera punëtore jetojnë afërsisht deri në 60 ditë. Po çfarë ndodhet në këtë xhel mbretëror të tretura, si të thuash, në një substancë gjelatinoze ujore? Parafërsisht kjo shiringa përmban rreth 60 deri në 70% ujë. Është një bazë kryesore që përmban të tretura të gjitha ato mikroelementet e tjera që ne do të përmendim më poshtë. Përveç kësaj, kjo përmban atë proteinën mbretërore e cila është në një përqindje nga 12 deri në 15%. Në brendësi të kësaj proteine ndodhet pjesa më e madhe e saj proteinike në një masë rreth 80%. Pra, nga 15%, proteina e madhe mbretërore ka vlerën vetëm 80%, është kjo Major Royal Gel protein. Atëherë, përveç këtyre të dy përbërësve të tjerë, në këtë xhel mbretëror do të shikojmë që gjenden edhe 18 lloje aminoacidesh të ndryshme dhe enzima të cilat kur dhe asnjë organizëm i një njeriu nuk mundet që t'i prodhojë ato. Këto enzima dhe koenzima ndikojnë jo vetëm në përqendrimin e sistemit nervor, jo vetëm në harmonizimin e gjithë veprimtarisë së organizmit, por edhe rritjen më së tepërmi të aftësisë imunitare dhe mbrojtëse të organizmit. Krahas këtyre enzimave, proteinave, ndodhen acidet yndyrore, të cilat kapin një vlerë 3 deri në 6% të masës totale të saj, ku pjesën më të madhe në këtë përqindje të acideve yndyrore e kap acidi 10-DCA, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe njëkohësisht mbrojtës i organizmit karshi sulmeve të ndryshme të bakterieve dhe të viruseve, dhe ky lloj acidi që neve e kuptojmë menjëherë pasi neve na jep në gojë, në gjuhë një aciditet, një athëtir, është një medikament i fuqishëm luftarak kundër qelizave kancerogjene në organizmin e njeriut. Përveç këtyre përbërësve në brendësi të tyre, ndodhen vitaminat C, A, B1, B2, B3, B5, ky acidi pantotenik, B6, B9 dhe B12. Pra, megjithëse në sasi të vogla në miniatur grupi kompleks i vitaminës B, gjithmonë është një mbrojtës i fuqishëm për rezistencën e organizmit dhe për ushqimin e sistemit nervor. Pra, ky grup vitaminash duhet të shfrytëzohet për vlerat e tij nga të gjithë ata njerëz që vuajnë nga ankthi, stresi dhe depresioni nervor. Le të vazhdojmë më tej. Mineralet që ndodhen në brendësi të këtij produkti, sidomos mineralet kalium, kalcium, që kapin vlerat më të mëdha, na ndihmojnë jo vetëm në sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes, por na ndihmojnë edhe në ritmin e punës së zemrës. Në këtë substancë gjelatinoze, vëmë re që ndodhen edhe ato acidet yndyrore që unë përmenda, por dhe acetilkolina, një neurotransmetues i fuqishëm që ndihmon në përqendrimin, kujtesën dhe rrit funksionet nervore.
Atëre, duke i marrë në kompleksitet të gjitha këto mori produktesh të vlefshme për organizmin, mund të themi se në këtë shiringën e vogël, ne me të vërtet nuk marrim një xhel të zakonshëm, por marrim bomba proteinike për të luftuar sëmundjet e ndryshme në organizmin e njeriut dhe marrim me të vërtet ato bomba proteinike që organizmi gjithmonë siguron atë shëndetin dhe gjatësinë e tij. Po kush është veprimi biologjik i këtij xheli mbretëror në organizmin e njeriut? Së pari, stimulon riprodhimin qelizor dhe rinovimin e lëkurës. Pra, duke përmirësuar gjithë funksionet e organizmit, ne nuk bëjmë asgjë tjetër veç se rinovojmë lëkurën, por jo thjesht nga lart, por një bukuri dhe një rinovim që vjen nga brenda. Vëmë re se në këtë xhel ne kemi substanca antibakteriale, antiinflamatore, antivirale dhe antikancerogjene. Pra, nuk i përmenda kot ato më lart, ku në veçanti ajo 10 DCA-ja që unë përmenda aty, është si substancë e fuqishme antikancerogjene. Ndihmon në sistemin imunitar, nervor dhe hormonal. Pasi në brendësi të këtij xhelit ne gjejmë edhe gjurmë të estrogenit dhe të progesteronit, të cilat ndihmojnë në rritjen të nivelit të hormoneve në organizëm dhe që ndikojnë drejt për së drejti në fertilitetin dhe libidon e trupit të njeriut. Nxit prodhimin e kolagjenit, që mund të theksojmë se ky xhel mbretëror edhe kur neve e konsumojmë, na jep pa diskutim një forcim të sistemit e shtror muskulor të njeriut, por njëkohësisht edhe si kur ne ta vendosim në për artikulacionet megjithëse është i shtrenjtë, atëherë ky ka një efekt të mrekullueshëm qetësues për organizmin e njeriut. Po si mund të përdoret dhe sa mund ta përdorim këtë? Në qoftë se do ta marrim nga zgjoj direkt në moment, neve mund të marrim për të rriturit 300 deri në 500 mg qumësh blete, mirë është 30 minuta në mëngjes esëll. Ky vendoset poshtë gjuhës në mënyrë që ne të marrim afërsisht, të marrim dhe po ta shikojmë gjuhën, të marrim ne 5 deri në 10% të këtyre përbërësve, i marrim që aty në gjuhë, duke i përthithur nëpërmjet sistemit të qarkullimit të gjakut të atyre arterieve dhe venave që ndodhen në pjesën e poshtme të gjuhës. Juve po ta çoni gjuhën lart, dallohen mirë ato kapilarët e gjakut, të cilët janë shumë afër sipërfaqes së brendshme të mukozës dhe këto përthithen që këtu, si thua, i glabrojnë arteriet dhe ato arteriolat, këto vlera të çmuara të këtij xheli mbretëror. Ndërsa në mënyrë të vazhdueshme, të rriturit dhe fëmijët mund të marrin afërsisht 5 mg për çdo kilogram peshë trupore. Po si mund ta llogarisim ndryshe? Për shembull, nëse një fëmijë është, le të themi 20 kg, ai mund të marrë afërsisht 5 herë 20, 100 mg, që do të thotë, nëse do të vijmë tek shiringa këtu, ka këto vijizimet, nga njëri numër tek tjetri, për shembull nga 10-a tek 9-a, ky fëmijë duhet arrijë për 10 ditë, nga 9-a tek 8-a për 10 ditë të tjera. Pra, një fëmijë që është afërsisht 7 deri në 10 vjeç mund të marrë një shiring 5 cc dhe atij i mjafton, le të themi, afërsisht për 1 muaj ose 1 muaj e gjysmë, nëse do të bëjë edhe me pauza. Ndërsa një i rritur mund të marrë 0.5 gram në ditë, që do të thotë nga 10-a tek 9-a të harrin për 2 ditë. Po fëmijët që janë të vegjël, kur mund ta përdorin? Gjithmonë në kujdesin e prindërve. Nëse kemi një fëmijë i cili është anemik, po mund të jetë 2, 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç e kështu me radhë, në varësi gjithmonë të peshës trupore të tij dhe kur kemi shenja anemie, kur kemi një dobësi të përgjithshme, një mungesë të oreksit, një shfaqje të simptomave të shpeshta të sëmundjes, një rënje të theksuar të imunitetit të tij, kur ky fëmijë mund të themi preket 3-4 herë në muaj nga virozat e ndryshme, është mirë t'i fillojmë qumshtin e bletës në këtë mënyrë. Marrim dhe vendosim poshtë gjuhës tek një fëmijë 2, 3, 4, 5 vjeç, një mas afërsisht sa një kokër orizi ose gruri. Ja vendosim aty, e lëm pa i dhënë asgjë,
ja vendosim poshtë gjus dhe e lëm 5 deri në 10 minuta pa pirë, qoftë edhe ujë. Mbas kësaj, mundet që këtyre fëmijëve t'ju japim ndonjë çaj bimor ose thjesht ndonjë supë të lehtë ose ndonjë kos si për të ndihmuar, si thua, atë florën bakteriale në zorë me ato enzimat që ndodhen në brendësi të kosit, ose të ndonjë shurupi, le të themi, me kumbull, me boronicë, me mollë, me ftonjë e të tjera. Pra, 15 minuta para ushqimit, një dozë sa një kokër gruri ose orizi për këta fëmijë që janë nën 5 vjeç. Do të kemi kujdes gjithmonë për të gjitha moshat dhe kategoritë. Të tregojmë të kujdesshëm që në rast se ky produkt na jep alergji, duhet ta përdorim shumë në mbikëqyrjen e prindërve, sidomos tek fëmijët. Mund të theksojmë një diçka. Ne kemi analizuar qumshtin e bletës në Itali dhe kemi vënë re se ky produkt që ne kemi mbi tryezë ka në brendësi të tij gati 204 mikroelement, polenesh të ndryshme të marrë nga bimë, nga pemë të ndryshme, nga lule të ndryshme. Pra, doza, si thuash, prej 10 cc-sh ka një mori të tëra mikroelementesh që vinë nga to pemë që unë i përmenda dhe lule. Atëhere, ndonjëra prej tyre mundet që të japi alergji, po janë ato të tjera që e mbytin, e mbulojnë këtë, dhe prandaj themi, neve e provojmë një herë, e testojmë, nuk e dim si është rezistenca e fëmijës dhe çfarë bëjmë? E vendosim një herë këtu te buza, pak lyejmë buzën si një manikyr. E lëm 10-15 minuta dhe në qoftë se kjo nuk na jep trashje, skuqje, kruarje të buzës, atëherë ky produkt jam i bindur që nuk do t'i jap alergji fëmijës së tyre. Theksojmë diçka tjetër shumë e rëndësishme. Ne ju përdorim qumshtin e bletës të gjithë njerëzve që janë alergjik nga produktet e ndryshme ushqimore, qoftë edhe nga alergjit e glutenit, që do të thotë është një rritës i fuqishëm i rezistencës së organizmit dhe bllokon, si të thuash, atë çlirimin e shpejtë të histaminës që e bën trupin për shembull të reagojnë në një moment alergjie dhe të shpërthejnë ato urtikarjet. Pra kjo i frenon këto gjëra. Ne kemi pat raste fëmijë alergjik nga produkte të ndryshme, sa i kemi dhënë qumshtin e bletës poshtë gjus, pas 10 minutash i kemi testuar me njëra të produkt ushqimor që i jepte alergji dhe gjithçka rezultoi shumë pozitive. Pra fëmia nuk pati më alergji nga ai produkt ushqimor që ishte shënuar në atë ekzaminimin e tij për atë produkt që i shkaktonte alergji në organizmin e fëmijës. Pra është një rritës i fuqishëm i rezistencës së organizmit dhe njëkohësisht e bllokon ka mendimin atë histaminën që çlirohet në organizmin e njeriu dhe shfaq ato urtikarjet në trupin e tij. Përdorime të tjera të qumshtit të bletës janë këto. Jo vetëm në ankth, stres dhe depresion, por edhe në drejtim të lodhjes, të mbingarkesës së sistemit nervor. Që do të thotë, të gjithë njerëzit që kanë një punë ritmike nervore të vazhdueshme, të lodhshme, është mirë ta përdorin qumshtin e bletës 3 deri në 4 doza në vit, nga 10 cc, flasim për të rriturit. Të gjithë fëmijët me dobësi muskulore, me anemi të theksuara, me rezistencë të ulët, mund të marrin 2 deri në 3 doza në vit nga 5 cc me qumësh blete. Të gjithë ata njerëz që kanë dhimbje kocka shkyçesh mund të përdorin 2 deri në 3 doza në vit dhe ju bën shumë mirë, pasi kjo në mënyrë të drejtë për së drejtë ndihmon edhe në rritjen e kolagjenit. A ka mundësi që përdorimi, konsumimi i qumshtit të bletës të shtojë peshë? Unë e kam dëgjuar tek shumë njerëz këtë dhe me shumë përgjegjësi po ju a them që jo. Çfarë mund t'i bëjë një njeriu 10 cc produkt nga natyra, nga bleta e shenjtë, që mund të konsumohet edhe nga një i rritur për 30 ditë. Pra, ajo doza që unë përmenda më sipër nuk është se do ta mbingopi njeriu, por ky bën që organizmi në mënyrë ritmike të përshkallëzuar përmirëson gjithmonë funksionalitetin e tij dhe kjo masë që ne konsumojmë nuk është se më jep masë trupore, shton proteinat në trup, aq unë e përmenda aq para të proteinën e xhelit mbretëror, por
si thua, riaktivizon të gjitha qelizat e trupit, të gjitha organet e trupit, që do të thotë organizmi funksionon shumë më mirë dhe nuk ndikon në mbajtjen e ujit të tepërt në organizëm, pra nuk shton peshë. Përdorime të tjera të qumshtit të bletës janë këto. Nëse duam që të marrim dhe të bëjmë një krem bimor ose një krem të çfarëdoshëm dhe në të shtojmë pak qumësht blete, dohet të kemi parasysh këto gjëra. Qumshti i bletës, nëse vendoset drejt për së drejti mbi lëkurë ose edhe në përbërje të kremrave, jep një efekt të mrekullueshëm në shkëlqimin e lëkurës, në ushqimin e këtyre shtresave të sipërme të lëkurës dhe lufton në miniaturë ato mikrorrudhat të cilat më vonë mund të bëhen shkas për formimin e rrudhave të mëdha në pjesët e dukshme të lëkurës. Pra, ky xhel mbretëror mund të përdoret në kremra në dozat nga 2 deri në 5%. Nuk duhet ta teprojmë, pasi nëse ne i shtojmë më tepër, atëherë ky do të mërisë aciditetin e kremit, pasi më vazhdon atë procesin e fermentimit dhe të gjithë përbërësit që mund të ndodhen aty nëse ne tregojmë të pakujdesshëm, do të më oksidohen. Ose për ta mbrojtur dhe për ta patur kremin që ne do ta bëjmë me qumshtin e bletës gjithmonë të freskët, ky krem duhet të ruhet në frigorifer në temperaturat 2 deri në 4 gradë. Duhet të kemi parasysh edhe një gjë tjetër, që pH-i i këtij produkti, duke qenë që luhatet nga 4.2 deri në 5.5 dhe duke ditur që në brendësi të këtij produkti ne kemi, si thua, acide organike yndyrore që shkonin në maksimumi deri në 5%, ky produkt nëse lihet për shembull pa dashje në temperaturat maksimumi deri në 25 gradë Celsius, nuk na prishet për shkak sepse të gjitha këto antioksidantë që ndodhen në brendësi të këtij xheli e mbrojnë atë. Shpresoj që emisioni i sotshëm t'ju vlej të gjithë njerëzve në tërësi, të gjithë atyre njerëzve që kanë këputje trupore, lodhje trupore, anemi e kështu me radhë. Por përmenda në fillim që në brendësi të këtij produkti ndodhen edhe estrogenet, testosteron, estrogen dhe progesteron, atëherë ky ndikon fuqishëm në rritjen e libidos së organizmit të njeriut, që do të thotë mundet të përzihet për shembull me mjaltin e zakonshëm, për të rriturit 10 cc qumësh blete, mund ta hedhim në gjysmë kilogrami mjalt, e homogenizojmë mirë, e ruajmë në frigorifer mjaltin mbas kësaj përzierje dhe pas kësaj ky konsumohet. 1 lugë çaj në mëngjesesë 15 minuta para buke dhe 1 lugë çaj në mbrëmje 15 minuta para buke. Për fëmijët e vegjël deri në moshën afërsisht 10 vjeç, 0.5 kg mjalt. Shtojmë 5 cc qumësh blete, pra gjysmën e kësaj doze, gjysmën e kësaj sasie, dhe e përziejmë mirë dhe ju japim fëmijëve të vegjël 2 herë nga 1 lugë kafe. Pra, deri nga mosha 5-6 vjeç, ju japim nga 1 lugë kafe, sa të marrin, pra jo e mbushur e plot, sa më i vogël të jetë fëmia, aq më pak qumësh blete i japim. Pra, kjo ndarja, si thua, e 5 gramve në këtë sasi mjalti e ndihmon shumë mirë prindrin që të mos lodhet dhe të mikrodozoj atë sasi të qumshtit bletës që ne i japim. Pra, fëmijëve të vegjël, 1 deri në 2 lugë kafe në ditë, kuptohet, 1 2-3 vjeçar, 1 4 vjeçar, 1 lugë kafe në ditë, është e mjaftueshme, pak në mëngjes, pak në mbrëmje. Ndërsa 5 vjeçar deri në 7-8 mund t'ua bëjmë edhe 2 lugë kafe në ditë. Ai që është 10 vjeçar mund t'i japim 1 lugë çaj në mëngjes, 15 minuta para buke. Të rriturit dhe në veçanti ata që kanë lëvizshmëri të spermatozoidëve të ulët, pra janë tek një diagnozë oligospermi, e theksoj këtë gjë. Ndihmon më së miri qumshti i bletës, fal edhe testosteronit dhe estrogenit që ka në brendësi ky xhel mbretëror. Po si mund të veprojmë praktikisht? Ose këtë 10 cc e hedhim në 1 gjysmë kilogrami mjalt, ose
marrim një mjalt egzotik që ne kemi kompozuar, si thua, një formulë e cila ndikon drejt për së drejti në gjithë sistemin e tretjes, ku gjallëron dhe aktivizon ato qelizat thithëse për të përthithur të gjithë këto mikroelement që ndodhen këtu, enzimatik, dhe përbërësit e gjelit mbretëror të qumshtit të bletës. E përzijej mirë 0,5 kg mjalt egzotik me 10 cc qumësh blete. E homogenizojmë dhe çdo ditë marrim 2 herë në ditë nga një lugë çaji 15 minuta para buke, në mëngjes dhe në mbrëmje. Do të vini re se brenda një periudhe kohe, afërsisht 2 mujore, lëvizshmëria e spermatozoidëve është rritur në mënyrë të padiskutuar, jo më pak se 2 fishin e tyre. Po këtë gjë mund ta përdorin edhe femrat, po me këtë dozë. Pra, rritja e lipidos, rritja e spermatozoidëve, rritja e progesteronëve dhe fuqizimi hormonal i femrës arrihet duke përdorur këtë produkt të mrekullueshëm dhe disa çajra bimor. Ato ne i trajtojmë dhe në një emision tjetër, por nga ky emision ne të marrim këtë gjë. Pra, kombinimin e këtij mjalti egzotik me qumshin e bletës dhe dozimin e tij, 2 lugë çaj në ditë gjysore para buke. Shpresojmë që ky emision t'ju pëlqejë dhe të vihet në funksion të shëndetit tuaj. Miru pafshim, miru dëgjoshim në emisionin tjetër.